Avokat, po këtë debatin mes Adriatik Lapajs dhe aktorit Viktor Zhusti, mendoj që i cili Viktor Zhusti kishte kaluar pranë protestës Adriatik Lapajt, ai kishte hedhur një foto Lapaj në Facebook, Zhusti reagoi, tha që unë si kam dhënë leje për ta hedhur foton në Facebook. Pra si e cilësoni këtë debat? Dëgjoj. Zhusti përderisa doli në fotografi me ta, nuk ka më të drejtën ta ndaloj se ku do ta çojë fotografinë e ku do ta çojë. Ai pranoi të dalë në fotografi. Kur dalë në fotografi bashkë me ti, qoftë ti mund ta çosh ku të duash atë fotografi, qoftë edhe unë, sepse të kam në leje, jemi bashkë. Nuk ka vend aty për këto janë thjesht, shiko, janë kinezërira, po i thojnë. Madje i tha ai që po themi në Europë do të na çojë partia me të cilën luftoni ju, e kishte fjalën për Edi Ramën, Zhusti. Vate në origjinë. Ja, ka që thjesht. Po Evropën, e kam thënë disa herë, i nderuar gazetar, Evropën harrojeni. Nuk do shkojnë shqiptarët në Evropë kurrë në kurrë. Pra që kohë sa do ekzistoj kisha e krishterë, ortodokse dhe katolike, shqiptarët nuk do shkojnë në Evropë. Bajeni mend këtë që u them unë, mos u gënjejnë si që u gënjejnë për ditë, kam 30 vjet që po u gënjejnë. Mos më kanë gënjur këto. Unë si kam besuar kurrë. Po që gënjejnë qytetarët e tjerë shqiptarë, edhe të gënjejnë, u shkon gomari nur kur thot populli dhe të vazhdojnë të shpresojnë. Shpresojnë vend pas dashit shqip. Dhe shpresojnë që t'i bien dashit, po nuk i bien. Organizata Soros u shpall dhe organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ta dhash përgjigje. Pse ju besoni që Lapaj është njëri i Sorosit? Ka deklaruar vetë, se kam deklaruar unë. Ai ka punuar atje, ka qenë jurist i tyre. Ka lënë gjaj për ta mëndësuar. Më dëgjo zotëri. Në qoftë se ndonjë nga partijet opozitare, do kishte në programin e vet kthimin e pronave të ligjshme dhe abrogimin e ligjit 7501, do vija unë ditë për ditë në demonstrat, ditë për ditë në protestë, sepse ashtu kam qenë vazhdimisht gjatë 30 vjetëve. Mirë po, këto protesta nuk bëhen për të zgjidhur problemet kombëtare shqiptare. Këto bëhen për të mbajtur Sali Berisha në pushtet. Jo më larg se sot më erdhi një informacion nga Nivic Bubar i Sarandës, që kanë shkuar atje njerëz me pushtet dhe pa pushtet, ka thënë me pushtet se janë të mbështetur nga pushteti, por pa pushtet sepse janë njerëz që nuk i njeh njeri, dhe u kanë bërë presion qytetarëve që ne do t'ua regjistrojmë pronat juve në hipotek, por do na jepni 40% neve të pronës. Pra, dhe këtu bëhet fjalë për 3000 hektar tokë që janë përballë Korfusit në Bregdetin e Jugut të Shqipërisë. Perlave të pronave. Pra, këtë po bëjnë. Pse shkon më tutje dhe pse se i themi gjërat e i stërthemi. Zotri, Ministria e Mbrojtjes është bërë qefrik i grekëve. Ministri i Mbrojtjes dhe zëvendës Ministri i Mbrojtjes të Shqipërisë janë qytetar grek, minoritar grek. Ja ke edhe në grekut, mor, qa Shqipërie jemi neve, qa shteti jemi neve. Po qa pushteti i shkypo. Po që lidhje ka ky me shqiptarët? Që lidhje? Çdo pero lëngua se ka i me gjithë kushërinë e parë ti del në tetos në krye të Ministrisë Mbrojtjes. A ke shtet? A e pat që në Turqia nuk i dha asnjë lloj informacioni Ministrit Mbrojtjes së Shqipërisë me qenë se ai është grek? Ja, ky është Edi Rama. Këto po bën. Avokat, çfarë duhet të bëjmë në momentin që po themi si ti dhe disa të tjerë që artikulojnë që Rama duhet ikë nga pushteti? Kush duhet ta marrë pushtetin nëse ikën Rama? Qeveri teknike, urgjente.
Të përgatitet vendi për zgjedhje. Po nëse bëhet qeveria teknike dhe zgjedhet i fiton përsëri Edi Rama, çfarë do themi? Po jo, nuk do marrë pjesë këto dy parti. Jo. Po si do i përjashtosh partitë ti nga konkurenca për të fituar zgjedhjet e vendit? Nuk janë të denja për të konkuruar, zotëri. Kanë shitur interesat kombëtare. Kanë shitur pronën, kanë shitur naftën, kanë shitur gjithçka, kanë shkatëruar industrinë, kanë bllokuar, kanë mbyllur uzinat më të mëdha dhe më të shkëlqyera të urrez dhe të azotikut në Fijet. Krimet e këtyre nuk kanë fund. Këta duhen shpallur organizat terroriste, të lutem. Këta duhen shpallur organizat terroriste. Pra, pasardhësit e Partisë Punës janë terroristë. Një tezë të ngjashme kishte edhe Berisha, i cili tha që në fakt ne duhet shpallim Partinë Socialiste si organizat terroriste dhe ta nxjerrim nga sistemi. Pa, pjesë e Partisë Socialiste, me këtë tallet ai. E ti pse thot atë, ai bën bllof më, ai tallet me mbështetësit e tij. Ai me Partinë Socialiste është, ai e mban pushtet Partinë Socialiste, kush e mban? Pse nuk e jep dorëheqjen ai? Pse nuk është burr? Ti jap dorëheqjen, se burrat japin dorëheqje. Nuk më do na thot ndonjëherë Sali Berisha çfarë marrëveshje ka bërë në 2017 në maj? Çfarë marrëveshje? Ja futi luli, pastaj e bëri luli, tha. Jo, zotëri, jo. Janë bashkë ata, nuk diskutohet fare. Absolutisht asnjë mos ketë dyshimi më të vogël ose shpresë më të vogël, më minimale se ata nuk janë bashkë. Janë bashkë. Dhe bashkë do qërohen dhe nga fusha politike e Shqipërisë. Zoti Islami, ditën e shtunë nisi Big Brother dhe opinioniste ishte Monika Kryemadhi. Të lutem. Është pislloku i radhës. Filloi Big Bordelli, thuaj. Sa avokat është një reality show? Urdhë? Është një reality show. Bëhet në shumë vende të botës. E di pse bëjnë ata? Si them gjithë botën çfarë? Se kuptova. Bëhet në shumë vende të botës, realizohet si program. LGBTQI atë bëjnë. Dhe patjetër ashtu leverdis, që ti vën njerëzit të tallin, ti bllokojnë duke u dhënë një shfaqje idiote, mizerabël, imorale, kurbërie, me të tëra të zeza, dhe shqiptarët dhe popujt atë duan, popullit turmështore. Ore keni parasysh një gjë, i nderuar gazetar. Politikanët ne na shikojnë si miza. E dini që tallen çdo kohë kur bie fjala për neve? Për popullin dhe për zgjedhje, për kështu, nuk e keni ide se si na tallin. Se më kanë thënë vetë politikanë që kanë qenë deputet dhe tani si janë më. Ore, ju nuk e dini, më kanë thënë se si tallimi ne atje dhe si u përdorim. Dhe praktikisht ashtu po na përdorim. Jo zotëri, harrojeni se mund të bëhet demokraci dhe harrojeni atë, jo harrojeni, po konsiderojni një pislëk të radhës këtë Big Bordelli. Zoti Islami, po opinioniste Monika Kryemadhi, si e vlerësoni? E kam pasur komshie dhe kam një farë konflikt interesi dhe dua të merrem me atë, me Monikën. Politikisht, them e ka jashtëzakonisht gabim. Sepse e futi veten tani tek njerëzit e një niveli që atë po mund ta bëjë edhe një maturant i shkollës mesme. Atë lloj komenti. Po nuk bëri mirë. Për mua s'ka bërë mirë, ajo di vetë punën e saj. S'duhet përzihej atje. Ndërkohë, edhe ky opozitari i përjetshëm, urdhë? Edhe Ilir Vrenozi që është bërë banor i Big Brother. Po, atë dhe se thosha, edhe Vrenozi bëri gabim që vajtja. Ja ka ulur shves. Ka menduar se kishte autoritet e kishte respekt të demokratët si qendrëstar, doj që duar atje do fitoj, ka shumë gabim. I ka çuar vlerat e tij në tokë me hyrjen atje në atë bordel të ligjshëm.
Avokat, nëse ju do kishit një ftesë nga Big Brother, do kishit marrë pjesë? Jo. Nuk e them atë që mendoj. Ose nëse do e kishit menduar, çfarë kushtesh do i kishit vënë produksionit? Pra, nëse do thonit, ok, doni të futem unë Big Brother, do plotësoni 1, 2, 3 kushte. Çfarë kushtesh ju mund t'i vini produksioni që ti të futesh aty? Kushte që ata si plotësojnë do të kur. Të Na e mos ketë thuaj, ti asnjë lloj imoraliteti. As puthje, as fletje bashk. Vetëm këtë, Kaq. kaq. Po ai është bordeli, se çfarë do bëjnë tjetër sikur do nisin raketa, ja, jo. Pra, Pra është nëse s'do kishte, një bordel. mos kishte Është një puthje dhe bordel. fletje Të bashkë. lutem, është bordel i ligjshëm. Bordel për të vënë njerëzit në gjumë, bordel për të tallur me kohën e njerëzve, nga që njerëzit nuk kanë asnjë lloj shpresë tjetër, të paktën u heq mendjen nga. E di si që bën ky Big Bordelli, si alkooli, që një njeri kur është i mërzitur pi alkool dhe humbet mendjen, pikërisht atë japin e dehen, e vënë në gjumë, e neutralizojnë, e paralizojnë popullin me këtë lloj krijesash. Pra të bëhen, jo këtu, në gjithë botën pra të bëhen, sepse gjithë bota po zihen. Nuk e di, keni para, po se keni para, bujqet e Francës, bujqet e Greqisë, bujqet e Brukselit janë ngritur të tërë, ndërsa bujqet e Shqipërisë që i kanë traktorët, i marrë të drejtë me gjithë traktore, me gjithë veglat të tyre që nuk dalën, bllokojnë rrugën dhe thonë ç'është kjo, të bllokohen importet e artikujve bujqësor nga Serbia, nga Maqedonia dhe nga Greqia. Ne kemi gjitha mundësi që t'i prodhojmë vetë. Po ata s'ngrihen dhe mirë ja bëjnë, edhe ai që paguan reston jemi ne, unë e ti, që ham ushqimet kontaminuara, ushqimet me hormone, me dreqe të binë, dhe ne nuk e di me çfarë na ushqej. Kështu që atë Big Brotherin, pra atë Big Bordelin, më fal, se nga trova Big Bordelin për atë punë e bëjnë, thjesht që të heqin mendjen e njerëzve nga problemet e ditës. E dehin. Zoti Islami, nëse produksioni do plotësonte kushtet tuaj dhe ju do futeshi në Big Brother, kë kishit qejf të kishit kundërshtar, që ta kishit ballë për ballë që debatonit? Jo, nuk debatojnë në ato lloj formatesh edhe në ato lloj emisionesh. Ato janë qelbsillëk. Ato janë veprime shumë të poshtra, shumë të ulta, janë në dëm të kryesisht të fëmijëve dhe të familjeve. Ai është një i ashtu quajtur produksion, se ju flisi dhe me fjalë të mëdha, por vëlla. Qa produksioni ishte ai, kishte koncerte, kemi pasur gjatë gjithë jetës deri në 90-ën kemi pasur koncerte të mrekullueshme, koncertet e fundvitit, koncertet e majit, koncerte që kishin qejf të shikoje, pavarësisht se kishin të gjithë politikën dhe ideologjinë e Enverit brenda, po artistët tanë që të niveleve të shkëlqyera. Tani këta që bën, e kanë kthyer çdo lloj koncerti, çdo lloj aktiviteti, duke nxjerrë shalët për jashtë femrat edhe gjokë, shalët edhe gjoksin për jashtë, dhe me atë shesin. Jo zotëri, s'ka më, ato janë, për mua duhet mbyllur më njëra ai, po këta nuk e mbyllën sepse ka dhënë urdhër Sorosi, edhe ai Rockefelleri, edhe Rothschildi. Ata i bëjnë këto lloj emisione, këto lloj programesh. Ata vendosen që pagat që gratë të futen në punë dhe fëmijët e punëtorëve të edukohen në përkopshje e qerve sipas ideologjisë së tyre. Ata vendosin që pagesa e burrit të ndahet gjysmë ta marrë gruaja, gjysmë ta marrë burri. Dhe në fakt punojnë që të dy, shfrytëzojnë që të dy dhe fitimi ishte atyre. Pra ajo politik po zbatohet këtu, zotëri. Jo vetëm këtu, edhe në gjithë Evropën, ajo politik po zbatohet.